Njëherë duhet të falet namazi, edhe pastaj normal do të shkosh në punë. Ne këtë botë kuptim nuk duna ta ndrojmë, sikur në ka hinë kokë neve, se pa tjetër njerë duhet unë të punoj, po pastaj të falem. Edhe bile thonë, po nëse unë nuk punoj, unë nuk mund bëj adhurim, e jo. Allahu Gjeleshanuhu ti nuk të ka obligu, ta adhuresh Allahu Gjeleshanuhu jashta mundësive që i keti. Bile, musliman duhet të përpiqen edhe të mundohen që në orar të punës të vënë edhe namazin. Në orar të punës të hije namazin. Bile, namazi duhet të konsiderohet orari i punës, një lloj si e konsiderojnë bie fjalat mëngjezin, apo një pushim për shembull të shkurt. Pa tjetër duhet, edhe duhet shkohet në ketë. E jo, si që thot dikush për shembull, në të mi heke bie fjala, thot, ato minutat që une më i hinë dërhak ati, ase si nuk i hinë dërhak. Nëse e falen namazin, kuptohet namazin fars. Në gjatë orarit të punës për shembull dikund. As pak nuk i hinë dërhak, por jo të bëhesh prej atyre që të ulesh edhe të spit t'i bësh. Edhe të zgjatish bie fjala, edhe synetet t'i falishem. Ato bëhen domethënë në kohë kur është e më e lirë, kur të ka dhënë leje për një gjë të tillë. Prandaj njeriu duhet të jep rëndësi, muslimani duhet të jep rëndësi namazit ndaj çdo gjëje tjetër. Edhe mos e lë namazin asnjëherë.